Horoskopi javor për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Horoskopi javor i dashit për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Dashi, këtë javë ju fton të rimendoni ambicjet tuaja. Ndërsa planeti juaj sundues, Marsi, rreshtohet me Neptunin duke ndezur kreativitetin. Ka të ngjarë të ndjeni një tërheqje të fortë drejt ndjekjeve artistike. Ndërkohë, Venusi nxit sektorin tuaj shoqëror, duke inkurajuar lidhjet dhe bashkëpunimet. Megjithatë, është thelbësore të shmangni konfliktet duke menaxhuar padurimin. Financiarisht qëndroni vigjilent. Vlerësoni investimet afatgjata përpara se të hidheni me kokë. E marta sjell qartësi, duke sqaruar vendimet personale dhe profesionale. Përqafoni ndryshimin, veçanërisht rreth të enjtes kur lindin mundësi të papritura. Në marrëdhënie, shprehni mirënjohje forcon lidhjet. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi shkathësisë mendore. Konsideroni meditimin ose shkrimin në ditar për qartësi. Deri në fund të javës, entuziazmi juaj mund të bëhet ngjitës, duke frymëzuar ata përreth jush. Në përgjithësi, kjo javë ka të bëjë me balancimin e kreativitetit me ndjeshmëritë praktike. Shfrytëzojeni këtë energji dinamike në mënyrë efektive për të ecur përpara, duke i bërë ëndrat tuaja më të arritshme se kurrë. Horoskopi javor i Demit për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Demi, ndërsa java zhvillohet, stabilizoni rrugën tuaj me durim dhe vendosmëri. Hëna në binjakët përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke ju lejuar të artikuloni vizionet në mënyrë bindëse. Shfrytëzojeni këtë për të zgjidhur konfliktet e vazhdueshme dhe për të hapur dialogje të reja. Në frontin financiar, Mërkuri mbështet analizat e hollësishme, perfekte për rishikimin e buxheteve dhe planeve financiare. Përputhni praktikën me inovacionin. E Mërkura sjell mundësi në formate të papritura. Me Venusin që nxit anën tuaj sensuale, jeta dashurore lulëzon. Jepini përparësi bisedave me zemër të hapur për të thelluar lidhjet. Një shpërthim energjie krijuese nxit projektet. Shfrytëzojeni këtë për të eksploruar përpjekjet artistike. Nga ana shëndetësore, dëgjoni sinjalet e trupit tuaj dhe jepini përparësi pushimit. Streset e mesjavës mund të tundojnë zakone të pashëndetshme. Prandaj përqendrohuni në ekuilibër. Deri të dielën, reflektimi mbi arritjet tuaja do të rrisë moralin dhe do të vendosë një ton pozitiv për sfidat e ardhshme. Rezistenca juaj e lindur shkëlqen ndërsa forcat planetare përputhen, duke vendosur një themel për rritje që harmonizon ëndrat tuaja me realitetin. Horoskopi javor i binjakëve për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Binjakët, një javë stimuluese intelektuale shpaloset ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, rrit pikat tuaja të forta analitike. Do ta gjeni veten duke u zhytur në diskutime të thella dhe mundësi mësimi. Rritja e karrierës është e mundur nëse i shfrytëzoni këto momente. Stabiliteti financiar arrin ndërsa Jupiteri promovon investime të mençura. Shqyrtoni opsionet, por mos hezitoni shumë. Marrëdhëniet thellohen përmes përvojave të përbashkëta. Planifikoni aktivitete që nxisin gëzim. Shtrirja e kësaj jave favorizon hapjen emocionale. Prandaj shprehni mendimet sinqerisht. Kreativiteti rritet. Përqafojeni atë duke ndjekur hobi ose përpjekje artistike. Prisni njohuri të rëndësishme për karrierën rreth të enjtes. Pasi Marsi mbështet veprime vendimtare. Sa i përket shëndetit, balanconi daljet e energjisë me praktikat e rigjallërimit. Ritmi i relaksuar i fundjavës ofron rigjallërim. Shfrytëzojeni këtë kohë për vetanalizë. Mos harroni, fleksibiliteti është çelësi pasi java mund të paraqesë ndryshime të papritura. Kjo përzierje e intelektit, rritjes emocionale dhe përshtatshmërisë ju përgatit për sukses, duke vendosur një skenë të gjallë për sfidat dhe mundësitë e ardhshme. Horoskopi javor i Gafores për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Gaforia, me diellin që ndriçon shenjën tuaj. Këtë javë nxjerr në pa rritjen personale dhe qartësinë emocionale. Natyra juaj empatike amplifikohet, duke mundësuar lidhje më të forta me të dashurit. Venusi rrit kreativitetin tuaj, duke ju shtyrë drejt ndjekjeve artistike që sjellin gëzim. Perspektivat financiare përmirësohen në mes të javës ndërsa marrëveshjet e favorshme shfaqen. Tregoni kujdes dhe mençuri në vendimet monetare. Marsi intensifikon ambicien, duke nxitur përparime në karrierë. Merrni iniciativa, por sigurohuni që veprimet të përputhen me vlerat tuaja. Në marrëdhënie, praktikoni durimin dhe mirëkuptimin.
Bisedat kuptimplote krijojnë lidhje më të thella. Sa i përket shëndetit, rutinat e kujdesit sjellin ekuilibër. Prandaj ruani praktikat e mirëqenies. Meditimi ose shëtitjet e gjata në natyrë rigjallërojnë shpirtin. Ndryshimet qiellore të së enjtes paraqesin njohuri për karrierën qëndroni mendje hapur. Deri në fundjavë, reflektimi fton njohuri personale, duke ndihmuar në përputhjen e aktiviteteve të tanishme me qëllimet e ardhshme. Përqafoni ndryshimin pasi ai vendos një themel edukues që ëndrat tuaja të lulëzojnë. Qëndroni autentik dhe besoni udhëtimin ndërsa forcat kozmike udhëheqin rrugën tuaj përpara. Horoskopi javor i Luanit, për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Luani, java shkëlqen me mundësi ndërsa karizma juaj shkëlqen shkëlqyeshëm. Me diellin që rrit shprehjen tuaj të vetvetes, zini vend qendror në sferat personale dhe profesionale. Merkuri mbështet komunikimin tuaj, duke lehtësuar dialog me ndikim që mund të çojnë në perspektiva të reja karriere. Kreativiteti është i bollshëm, duke e bërë atë kohën e përsosur për të ndërmarrë projekte të reja që shfaqin talente unike. Venusi amplifikon mjediset romantike dhe shoqërore, duke sjellë takime të gëzueshme dhe lidhje më të thella. Financiarisht, Jupiteri favorizon investimet strategjike, por mbetet i kujdesshëm ndaj vendimeve impulsive. Përqendrohuni në fitime të afatgjata. Nga ana shëndetësore, ruajtja e vitalitetit kërkon ekuilibër. Përfshini rutinat e mirëqenies që rrisin nivelet e energjisë. Ndërsa afrohet e premtja, mund të shfaqeni dhe frymëzuese, jini gati të veproni mbi to. Gjatë fundjavës, relaksimi ushqen shpirtin. Shijoni kohë cilësore me të dashurit për të forcuar lidhje. Në përgjithësi, kjo javë ju inkurajon të udhëheqni me besim, të shpreheni autentikisht dhe të nxisni lidhje që frymëzojnë rritjen personale dhe të komunitetit. Horoskopi javor i Virgjëreshës, për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Virgjëresha, këtë javë thekson introspeksionin, ndërsa Merkuri rrit aftësitë tuaja analitike. Zhytuni thellë në projektet në vazhdim dhe qëllimet personale, duke rafinuar metodologjitë për efikasitet më të madh. Një qasje e ndërgjegjshme ndihmon në zgjidhjen e problemeve, duke krijuar shtigje drejt përparimit. Financiarisht, Venusi këshillon diskrecion dhe planifikim strategjik. Impulsiviteti çon në mbikëqyrje. Në aspektin shoqëror, angazhimi me bashkëpunëtor të mirë lidhur zgjeron në mënyrë të dobishme horizontet. Marrëdhëniet fitojnë thellësi përmes dialogëve të ndershëm. Përqafoni cenueshmërinë për të forcuar lidhje. Lidhjet qiellore të së premtes mund të stimulojnë spontanitetin romantik. Jepni përparësi përvojave kuptimplote. Balanconi aspektet e punës dhe jetës me kujdesin për veten për të ruajtur shëndetin dhe produktivitetin. Praktikat e jogas ose të vetëdijes krijojnë qartësi mendore dhe zvogëlojnë stresin. Gjatë fundjavës hëna rrit intuitën, duke ndriçuar njohuri të reja personale, u besoni atyre. Përgatituni për javën e ardhshme duke organizuar detyrat aktuale dhe duke parashikuar aspiratat e ardhshme. Lundroni në përsfida me qetësi dhe saktësi, duke vendosur një themel të qëndrueshëm për përmbushjen personale dhe suksesin profesional. Horoskopi javor i Peshores, për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Peshorja, ndër veprime dinamike, përcaktojnë javën tuaj ndërsa Venusi rrit rrjetet sociale dhe përpjekjet bashkëpunuese. Përqafoni lidhje të reja, si përmarrjet në ekip ofrojnë rezultate premtuese, veçanërisht në fushat krijuese. Aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke lehtësuar negociatat dhe duke lehtësuar konfliktet. Financiarisht, Jupiteri thekson investimet e kujdesshme. Konsultohuni me burime të besueshme para se të merrni vendime. Sa i përket karrierës, kjo periudhë paraqet mundësi për rritje. Shfaqni aftësitë tuaja kur lindin raste. Marrëdhëniet lulëzojnë me empati dhe mirëkuptim. Krijoni kohë për biseda intime. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm me zakonet e ekuilibruara, por shmangni mbi ngarkesën me veten. Jepini përparësi mirëqenies mendore përmes ushtrimeve të relaksimit ose daljeve krijuese. Drejt fundjavës lindin ftesa të papritura. Përqafoni spontanitetin për përvoja të gëzueshme. Reflektoni mbi arritjet duke vlerësuar rritjen dhe duke vendosur qëllime për momente të ardhshme. Në përgjithësi, harmonia e kësaj jave midis zgjerimit shoqëror dhe vetanalizës personale ju udhëzon drejt përmbushjes së ambicieve të jashtme dhe aspiratave të brendshme me qetësi dhe besim. Horoskopi javor i Akrepit, për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025.
Akrepi, java shpaloset me energji transformuese ndërsa Plutoni thellon udhëtimin tuaj introspektiv. Përqafoni vetë reflektimin për të arritur qartësi personale dhe riorganizim me vlerat thelbësore. Financiarisht, planifikimi strategjik jep përfitime afatgjata. Shqyrtoni me kujdes të gjitha opsionet. Marsi energjizon ambicjet e karrierës, duke ju shtyrë drejt roleve udhëheqëse. Përdoreni këtë shtys për të filluar projekte me ndikim. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i hapur, duke nxitur besimin dhe intimitetin. Venusi rrit lidhjet personale. Përdorni empatin për të lundruar butësisht tensionet e mundshme. Kjo javë gjithashtu ofron rrugdalje krijuese. Përqafojini ato për të kanalizuar emocionet në mënyrë produktive. Nga ana shëndetësore, balanconi ushtrimin fizik me praktikat restauruese. Merrni në konsiderat rutinat medituese për të ruajtur ekuilibrin mendor. Drejt fundjavës, njohuritë e papritura mund të sfidojnë perspektivat, qëndroni të adaptueshëm. Vlerësoni procesin e transformimit, duke njohur rritjen përgjatë udhëtimit. Kjo periudhë ju fuqizon të shfrytëzoni forcën e brendshme, duke përparuar aspiratat personale dhe profesionale, ndërsa ushqeni marrëdhënie jetësore me energji dhe autenticitet të ripërtërir. Horoskopi javor i shigjetarit. Për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Shigjetari, ndërsa energjitë qiellore aktivizojnë shpirtin tuaj aventuresk. Kjo javë premton eksplorim dhe rritje. Jupiteri, planeti juaj sundues, rrit mundësitë e të mësuarit. Angazhohuni thellësisht në aktivitete të reja ose ndjekje arsimore. Financiarisht, qëndroni të hapur ndaj shtigjeve jo konvencionale, pasi ato mund të zhbllokojnë potencial të pashkelur. Venusi ndriçon angazhimet shoqërore, duke prezantuar individ intrigues që zgjerojnë horizontet dhe frymëzojnë kreativitetin. Perspektivat e karrierës përmirësohen në mesjavë, duke ju bindur të veproni mbi ide inovative. Komunikimi mbetet çelësi, shfrytëzoni ndikimin e Mërkurit për të artikuluar qartë vizionet. Në marrëdhënie, autenticiteti nxit lidhjen, qëndroni besnik ndaj vlerave dhe pasioneve tuaja. Sa i përket shëndetit, balanconi euforinë me momentet e qeta. Aktivitetet në natyrë ose ushtrimet e vetëdijes rrisin mirëqenien. Ndërsa afrohet fundjava, aventurat spontane ju presin, përqafojini ato me gëzim. Reflektoni mbi arritjet personale, duke nxjerrë mençuri nga përvojat. Përzierja e kësaj jave e eksplorimit, të mësuarit dhe dinamizmit shoqëror ju pozicionon për të zgjeruar përtej kufizimeve, duke pasuruar ndjeshëm si rritjen personale ashtu edhe lidhjet komunale. Horoskopi javor i Bricjapit. Për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Bricjap, disiplina dhe vendosmëria ju nxisin këtë javë ndërsa Saturni forcon fokusin në ambicjet afatgjata. Sfidoni veten profesionalisht. Projektet e nisura tani fitojnë vrull, duke hapur shtigje drejt suksesit. Financiarisht, Mërkuri inkurajon rishikimin e kujdesshëm të strategjive. Përmirësoni proceset për efikasitet më të madh. Në marrëdhënie, Venusi thekson durimin dhe mbështetjen. Kultivoni harmoninë përmes përvojave të përbashkëta. Ndjekjet krijuese fitojnë tere me frymëzim të ri. Kushtoni kohë hobive që nxisin gëzim. Shëndeti mbështetet në ekuilibër. Mbani rutina që integrojnë aktivitetin fizik me përtëritje mendore. Praktikoni ushtrime të frymëmarrjes ose yoga për lehtësimin e stresit. Mesjava mund të lindin sfida. Afrohuni atyre me qëndrueshmëri dhe mendim strategjik. Deri të premten, reflektoni mbi arritjet dhe përsosni qëllimet për muajt në vijim. Përqafoni mundësitë për rritje personale pa sakrifikuar kohën e lirë. Këtë javë, harmonizoni zelli me kreativitetin, duke u përqendruar në kultivimin e peizazheve personale dhe profesionale. Progresi i qëndrueshëm hedh një themel të fortë për arritjet e ardhshme, duke reflektuar angazhimin tuaj për sukses domethënës. Horoskopi javor i Ujorit, për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Ujori, këtë javë inkurajon inovacionin dhe përpjekjet humanitare ndërsa Urani nxit zgjidhjen krijuese të problemeve. Angazhohuni me komunitete me të njëjtat mendime. Përpjekjet bashkëpunuese lulëzojnë duke quar në përparime të rëndësishme. Financiarisht, eksploroni metodologji ose teknologji alternative. Diversifikoni strategjitë për rezultate optimale. Perspektivat e karrierës rriten përmes qasjeve shpikse. Shfaqni shkathësi në mjediset profesionale. Venusi thekson lidhjet shoqërore, duke inkurajuar empatinë dhe përfshirjen në ndërveprime. Marrëdhëniet personale thellohen me shprehje autentike. Ekuilibri mbetet thelbësor për shëndetin.
Integroni aktivitete që harmonizojnë trupin dhe mendjen, si tai chi ose meditimi. Drejt mesjavës, sfidat mund të vënë në provë përshtatshmërinë, qëndroni fleksibël dhe të hapur ndaj perspektivave të reja. Përqafoni mundësitë shoqërore të fundjavës për relaksim dhe pasurim kulturor. Reflektoni mbi përvojat me ndikim, duke shfrytëzuar njohuritë për përpjekjet e ardhshme. Në përgjithësi, kjo javë ju fuqizon të përzjeni idetë vizionare me ekzekutimin praktik, duke krijuar mundësi transformuese që rezonojnë pozitivisht brenda sferave personale, profesionale dhe komunale. Horoskopi javor i peshqve. Për datat 7 korrik deri më 13 korrik 2025. Peshqit, yjet rreshtohen për të rritur intuitën dhe thellësinë emocionale këtë javë, ndërsa Neptuni nxit kreativitetin. Kanalizoni njohuritë imagjinative në projekte artistike ose letrare, ato lulëzojnë në ndikimet aktuale. Venusi rrit empatinë në marrëdhënie, duke nxitur lidhje më të thella përmes dialogut të sinqert. Angazhohuni me partnerët dhe të dashurit për të forcuar lidhjet. Financiarisht, Jupiteri këshillon planifikim të kujdesshëm. Vlerësoni shpenzimet për të siguruar stabilitet mes rrethanave të luhatshme. Profesionalisht, vendosmëria zhbllokon progresin, mbështesni aspiratat me qartësi dhe vendosmëri. Shëndeti përfiton nga kujdesi si për trupin ashtu edhe për mendjen. Integroni rutinat e mirëqenies me praktikat shpirtërore si meditimi ose vizualizimi i udhëhequr. Ndryshimet qiellore të mesjavës mund të zbulojnë mundësi të fshehura, besoni instinkteve në lundrimin e vendimeve. Ndërsa afrohet fundjava, mbizotëron një ndjenjë qetësie, duke ofruar hapësirë për reflektim mbi rritjen personale. Vlerësoni evolucionin e brendshëm, duke vendosur qëllime për zhvillimet e mëvonshme. Kjo javë kultivon inteligjencën emocionale, duke nxitur ekuilibrin harmonik brenda fushave tuaja të ndryshme të jetës, duke rritur përmbushjen dhe qetësinë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.